përmendët dhe ju pak më parë që nxirrni këngë të vjetra shqiptare nga arkiva. Cila është kënga më e vjetër që ju e keni risjell ose kënga më e bukur? Cila do ta përzgjidhni? Kënga më e bukur ndoshta se këngë më e bukur nuk ka, po një prej këngëve për cilave kemi incizu, po edhe cilat u pëlqy shumë. Madje vetë kjo këngë Shkodrani, po dhe Shkodran dhe kanë pëlqy shumë, kështu që me të pëlqy Shkodran të është ta kanë më vullën që je në rregull. Kjo ka qenë Lule t'bukra sjell pranvera. Kjo këngë në YouTube, në Spotify, në Apple Music, gjendet gjithkohë me rip grupi Rilindi albumi jonë i parë për te heshtjes. Kjo këngë është pëlqyer zakonisht shumë. Ah, bukur. A mund të na e këndoni pak një pjesë të shkurtër? Mundeni ose jo? Tash live? Po. Nëse nuk e keni problem, kuptoj. Kjo këngë është tipik këngë lirike. Do të unë për kënaj pak edhe shifet edhe prej tekstit. Nur dashniet je o vash për mu, je burimi lumturis. Kohë ma t'bukra me ty kam kalu, në kratë tu atu je molis. O Sandra, sa kujtime ka për te e zemra ime që na lidhen mos me unda, syni Hans që i ka pa. Lule t'bukra sjell pranvera bash me ty dhe gzime tjera dalin fushat me i shiju, unë me ty e ti me mu. Uroj që sa më shumë të kërkohet kjo këngë në për koncerte dhe në aktivitete, por edhe të dëgjohet sa më shumë, kjo është e rëndësishme.